Ministri Gjerman i Mbrojtjes Boris Pistorius i ka bërë thirrje presidentit të SBA-s Donald Trump të kërkojë falje për komentet që sugjerojnë se aleatët e Amerikës në Afganistan kanë shmangur shërbimin në vijën e parë të frontit, duke u bashkuar një korri kritikash në politikanë evropian dhe veteran të ushtrisë. Trump shkaktoi ofendim dhe zemërim mas aleatëve të SBA-s kur i tha Fox Business Network javën e kaluar se SBA-t nuk kishin pasur kurrë nevojë për aleancën transatlantike dhe akuzoi aleatët se qëndruan pak larg vijave të frontit në Afganistan. Nuk është e drejtë dhe është mungesë respekti të flasësh për të vdekurit e aleatëve të tu në atë mënyrë. Ata të gjithë qëndruan atje në krah të Shteteve të Bashkuara. Të pretendosh diçka tjetër sot thjesht nuk është e vërtetë, sa ai në një emision në transmetuesin publik gjerman ARD. Njëra trupa gjermane morën pjesë në misionet e NATO-s në Afganistan dhe 59 prej tyre u vranë. Operacionet u nisën pas sulmeve të Al-Qaedës në Shtetet e Bashkuara më 11 shtator 2001. Pistorius tha se ta ngrinte çështjen një herë tjetër që do të fliste me sekretarin amerikan të mbrojtjes Pat Hegseth dhe i kërkoi Trump të kërkonte falje. Komentet e tij vijnë pas deklaratave të ngjashme nga politikanë të tjerë evropian, përfshirë kryeministrin britanik Keir Starmer, i cili i quajti komentet e Trumpit të tmerrshme. Në ndryshim dashmangja e tij e zakonshme e kritikave të drejtë për drejta ndaj presidentit të SBA-s. Trump të shtunë vlerësoi ushtarët britanik të guximshëm, megjithse nuk kërkoi falje për komentet e tij të mëparshme dhe nuk përmendi sakrificat e aleatëve të tjerë të NATO-s. Vetëm Britania humbi 457 trupa në Afganistan.